Ish mjeku veterinar Gjuri Dida nga fshati Vakufit Dibrës ndonë se ka dalë në pension vion të merret me buqësi. Ai tregon se për shkak të vlerës së ulët të pensionit është detyruar që të vijojë të punojë edhe pas daljes në pension për të ndihmuar të ardhurat e tij ekonomike. Ish mjeku veterinar, që ka punuar për 40 vite në sistemin e shëndetësisë për kafshët, shprehet se as buqësia nuk është aty ku duhet. Sipas tij, mungesa e mbështetjes nga shteti ka bërë që ky sektor të jetë shumë i vështirë. Gjuriu ka kultivuar lakër, por thotë se nuk po gjen treg, ndaj dhe e shet në vende të ndryshme si në fshat në qytetin e Peshkopis, e herë del në rrugën nacionale Peshkopi-Tiranë. Jam pensionist, por për shkak të se pensioni është shumë i ulët, kam punuar 40 vjet edhe punoj edhe në bujqësi për mbijetuar. Si vjet ne kemi në strukturën e kulturave kemi mollën, dardhën, kumllën dhe lakrat. Po të gjitha këto u dëmtuan pranverë. Dëmtuan, nuk morën asgjë. Lakra si vjet nuk ka treg. Ose ato oferta që afrohen janë me kosto, janë gati nën kosto prodhimit. Edhe në pranverë kur mbjellim ne nuk dim se a e shesim as e shesim. A e shesim. Nuk parashikojmë dot as çmimin. Vetëm kështu shkon kjo punë. Si vjet tregu i lakrave është shumë i ulët. Unë kam aplikuar për vetëm subvencionin e naftës dhe tani para 2 javësh kam marrë 50%, 290.000 lekë të vjetra. Për gjithë kulturat, jo vetëm për lakrën, për 40 delin. Subvencioni duhet të jetë më herët. Edhe ai që është shumë i pakët dhe i papërfillshëm në kushtet e bujqësisë tonë. Nga ana tjetër, Gjuri Dida shprehet se merret edhe me kultivimin e grurit, por edhe ai sipas tij është pa leverdi për shkak të kostos së lartë të punimeve apo farave. Kjo parcelë do mbyllet grur. Norma fitimit është shumë e ulët. Kam edhe moll, dardh, kumull, edhe jonxhat, foraggjere. Në qoftë se merr punëtor, del me humje. Ne nuk llogarisim punën tonë. Po të llogarisim dhe punëtorin, le që s'ka punëtor, është vështirë gjesh një punëtor tamam për këtë punë, nuk i merr edhe parët tuaja. Një tjetër problem me të cilin përballen fermerët e Dibrës është edhe mungesa e fuqisë punëtore, pasi të rinjt janë larguar në emigrim.